Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Ju, qytetarëve dhe qytetarëve të pranishëm sonte në këtë sheshin e lirisë. Një përshëndetje dhe nderimin më të madh studentëve dhe studentëve të dhjetorit 90, që të prirë nga tribuni legjendari i kombit, nga studenti Azem Hajdari, ndan epokat, përmbysen epokën e shtypjes më tegër, shpërftyrimit më të madh të shqiptarëve dhe çelën dyrt e lirisë për kombin ton, çelën dyrt e përparimit e të ardhmës së shqiptarëve, çelën dyrt për zgjidhjen e problemit e çështjes shqiptare. Të dashur miq, këto 2 vjet është shkruar dhe folur shumë për gjeneratën Z, gjeneratë e cila janë të rritë, që në fakt përmbysen diktatura mizore në Nepal, në Bangladesh dhe në vendet tjera. E vërteta është se kjo gjenerat është bërë zëdhënsja më e guximshme, më shkëlqyer e idealeve të kohës, e aspiratave të kohës. Është kjo gjenerat pra në krye të betejës për liri të shoqërisë njerëzore. Por po të kthehemi 35 vite më parë, studentët e Universitetit Tiranës ishin në kushte më të pakrahasueshme se studentët e asnjë vendi tjetër. Në Shqipëri, gjithçka, çdo përpjekje ishte shtypur dhe vendimi i përgjithshëm, dukej se për Shqipërinë ishte kështjellë e socializmit në brigjet e Adriatikut. Një grup i vogël studentësh, jo më shumë se qindra, nuk qenë dakord. Dhe një natë të 8 dhjetorit, dolën protest në qytetet e tyre. Ata, në një të natës, u pritën nga presidenti i Republikës në asaj kohe, i cili pas takimit u rezervoi atyre kërbaçin e sigurimit të shtetit. Miq, të nesërmen ata mbushën rrugë, mbushën sheshin dhe rrugë. Firmosen veten si të pamposhtur, qëndruan dhe një betejë 3 ditore gjunjëzuan regjimin më tegër, më shtyps, më represiv të kohës. Sot, pas 35 vitesh, ne nuk jemi më një diktaturë moniste. Për studentët e dhjetorit, nuk ishte një forcë politike që t'u dilte zot. E vërteta është që edhe qytetarët e trembur 2 ditë të para nuk u afruan me ta, po ata vazhduan.
dhe fituan. Kurse sot, shqiptarët kanë një forcë politike, dhe kjo është Partia Demokratike. Parti e themeluar nga studentët e dhjetorit. Parti e idealeve të dhjetorit. Parti e cila është e dyta dhe vetme në të gjithë hapësirën ish komuniste që u mbjetoi tallazeve dhe gjithë përpjekjeve për ta zhdukur dhe mblidhet sot këtu. E betuar si kur më parë, për të rikthyer edhe një herë në pjedestal idealet e larta të lëvizjes dhjetorit, lirinë e shqiptarëve, votën e lirë, dinjitetin e tyre, familjen shqiptare, interesin kombëtar të shqiptarëve. Ky mision ka të bëj me shpëtimin apo shuarin e kombit tonë. Ky mision ka të bëj me shpëtimin apo shkatrimin e familjes tonë. Ky mision ka të bëj me zhvillimin, shpëtimin e Shqipërisë apo rënimin e saj. Ky mision ka të bëj me tartën e shqiptarëve apo zhdukjen e tyre. Midis të gjitha këtyre, çdo demokrat, çdo opozitar, çdo shqiptar zgjedh të ngrihet në lartësinë e idealeve të dhjetorit. Koha nuk pret. Çdo orë, çdo ditë që shkon, jemi të vënuar, qytetar dhe qytetarë shqiptar. Ky shesh, kombi, pret nga ne të mos e lëshojmë, ta zëm njëre mirë, ta mbajmë gjërë fitore. Edi Rama, armik i egër, i lirive të shqiptarve. Edi Rama, vjen në këtë dhjetor, hajduti më i madh, i kombit të gjitha kohrat. Edi Rama vjen në këtë dhjetor, armik i egër, i çështjes kombëtare dhe interesit shqiptarëve. Po mbi të gjitha, vjen në këtë dhjetor, armiku më i egër i rinisë shqiptarëve, i trive shqiptarë. Për zurin në 10 vite, 70% të trive nga vendi. Rënoj, shkollat, rënoj, tarthën e tyre, të rritë shqiptar, sot, kanë si alternativ të vetme, largimin dhe vetëm largimin nga Shqipëria. Miq, të gjitha këto janë apel, janë kushtrim të përballemi me këtë të keqe të madhe, të përballemi me çdo çmim, të përballemi me çdo kusht, të përballemi për dinjitetin ton, të përballemi për tarthën ton, të përballemi për vendin ton, për familjet tona, për fëmijët tanë, fëmijët e fëmijëve tanë. Kjo është borxhi ynë. Kjo është borxhi ynë. Kjo është detyra jonë. Ne do të përmbushim atë. Edi Rama ka mbushur jo kupen, por çdo gjë. Meriton çdo dëshkim. Meriton çdo dëshkim me këto që i ka bërë kombit. Tani, pasi është kapur vjedhës
i 10 milionave, përpiqet me çdo kusht të mbrojë vjedhën e tij, vjedhën e ministrave të tij. Është koha jonë, është koha e guximtarëve, është koha e njerëzve me ideale, është koha e njerëzve që e duan Shqipërinë. Ndaj dhe ju ftoj të përgatitemi, të nisim protestat e fuqishme, protestat me të cilat ne do ju rikthejmë shqiptarëve të ardhmen Shqipërinë deri në dignitetin që meritojnë. Nderim për jetë Azem Hajdarit, tribunit liris, nderim studentëve liberator, rrofshiu, rrof Shqipëria.